Jemi rikthyer sërish transmetim të drejtë për drejtë në intervistë me kryetarin e Partisë Demokratike, Sali Berisha, do jemi dhe rreth 40 minuta afërsisht në këtë pjesë të dytë të emisionit, pjesën e tretë në historitë e Tendës, jemi në një prej projekteve shumë interesante në veri Shqipërisë. Veri u kishte mbetur pa shumë zhvillime, kompania shqiptare e Kosovës Dugagjini është duke ndërtuar në një zonë pranë Shëngjinit, midis Shëngjinit dhe Ranës Hedhur, një resort i cili është projektuar nga Chris Prek, një prej arkitektëve më të famshëm, një prej yjeve në ngjitje të arkitekturës botërore, austriak me origjinë, që projekton kryesisht në Kinë, në Bali, një prej dashunorëve, si quhet, të natyrës dhe të energjisë që vendi sjell. Ata kanë përshikuar dy gjëra të ralla, një pishinë që sipas revistave të specializuara të arkitekturës konsiderohet një nga 10 më të bukurat në botë, me një pamje mbreslënse 5 metra e dalë mbi shkëmb, duke lënë që të duket poshtë gjelbrimi. Dhe e dyta një projekt i cili quhet Northern Apartments, mund ta gjeni kështu në çdo kërkim, i cili ka pasur 180 milion shikime, për arsye se Chris Prek e ka ndërtuar të gjithë në formën shiheni, në formën e apartamenteve të vendosura brenda shkëmbit. Është Dugagjini që po e zhvillon projektin, unë kam biseduar me Korab Lukën, i cili tregon të gjithë projektin për rreth 400 apartamentesh dhe një hotel, Swiss Hotel, që do të ndërtohet dhe do të operojë së shpejti. Ndiqeni se është një nga materialet e bukura dhe një nga pamjet më të bukura që Shqipëria ka. Shqipëria në fakt është manice nga veriu në jug, por investimet në veri ishin investimet e nivelit lartë dhe nën supervizion dhe projekt ndërkombëtar do ishin të nevojshme si në këtë rast. The Northern, si të shiheni pra, në Shqipëri, një nga sajtet më të rëndësishme të arkitekturës me 7.5 milion followers vetëm ky. Zoti Berisha, diaspora. Diaspora? Po, është farsa më e turpshme në historinë e një vendi. Po ata kush i gënjeu? Ja t'japun ju. Kush i gënjeu ata? Mirë në Shqipëri, i gënjur me kanabis. Po, diasporën, po. Ka patur një kontratë me DHL, DHL-n, po. DHL-n, një kompani me reputacion ndërkombëtar private. Po. Kompania ka patur një kusht. Po. Nga ne, në kontratë. Po. Asnjë në kontraktor. Kompania duhet ta çonte zarfin në dorë, këtë e di. Edhe pa nën kontraktor. Po. Jo, e ka këtu, ja ku e ke. Po, në rregull, jo në rregull, jam dakord. Kjo është puna, se pas se nën kontraktor dilte Taulanti me Lubin. Se ka dalë Taulanti nën kontraktori DHL-s? Po, ata e zgjidhnin. Po. Punoj të ambasadë, se tjerë me radhë. Po. Tani. Po kjo është për Greqinë. Jo vetëm Greqinë, jo. Po jo, Shtetet Bashkuara të Amerikës DHL e ka shpërndar. Jo, edhe për Shtetet Bashkuara të Amerikës rezultati ju është negativ. Tani, ju lutem një minutë. Jo, s'është ashtu fare. Sepse kanë ardhur të gjitha janë mbushur nga e para 90% e tyre. Janë mbushur këtu? Këtu, po sigurisht këtu. Në zyrat e postë shqiptare, ke marrë vesh që ka marrë pjesë posta shqiptare, ka deklaruar vetë Ilian Cilibashi. Posta shqiptare e çon posta shqiptare? Po posta shqiptare, o zotri, do ta japun tani të regjistruar atë. Po si kanë mbushur posta shqiptare letrat? Atër fut gazer, fut në... Ku i gjeti posta shqiptare letrat e votimit? Kush ja dha? Partia është partia nën. Partia vetë ja dha. Posta shqiptare është segmenti Partisë Socialiste. Prandaj po flasim për shtetin. Si do fusi posta shqiptare letrat e votimit janë të skanuara, janë me kod sigurie, janë me gjitha. Që të gjitha janë, atë më falë. Janë me skanim me kod sigurie, po. E kam pasur këtu një letër kërësot. Të numëruara, më falë, të numëruara 12.290 zarfa. Po. Totali që duhet ishin gjithsejt 11.800. Po. Pra, shtohen një 400 e sa. Po. Vazhdojmë me tutje. Të numëruara... Zotë Berisha, ju pse vendosët njërë votën e diasporës? A di pse? Jo, se po të temi gjë. Jo, po e kam dhe një gjë. Po Partia Demokratike ka dy palë zgjedhje që nuk bjen dakord për zgjedhje votimin elektronik dhe kërkon sistem pilot. Ndërkohë, kur vjen puna ke vota diasporës, nuk bëni një sistem pilot për ta parë si do funksionoj, po e lëshoni pa duar. Si, dhe kjo është gjë. Ju s'po jepni votim elektronik. Drejt kushtetuese e tyre. Pa dyshim, ata nuk ju ajt njëri drejtën kushtetuese të vinë votojnë. Se Edi Rama dhunon votën e tyre është punë e tij. Po ajo është e drejtë kushtetuese. Me çfarë garancie era dakord ju? Urdhë? Me çfarë garancie? Shkelën garancit. Garancia kryesore ishte 1. Dorëzimi i zarfës çdo njeriu në dorë. 2. Posta DHL dhe asnjë tjetër pa nën kontraktor. Të gjitha këto u shkelen. U shkelen në të prerë. Urdhëro. 20.000 e 700 zarfa nga 20.116 që duhet ishin.
Se kanë shtu shto aty, mos të. Kanë hyrë, kanë fut durë në to, edhe s'kanë pyet për asgjë. Jo, një minutë. Pritë, kjo është akuzë rënd. Jo, po ju mendoni që zarfet janë mbushur në Shqipëri. Po ja ku i keti këtu, akuzë rënd, ja ku ti, urdo, tjetra. Po kush keni një person që ka thënë ne kemi mbushur, unë i kam parë duke mbushur si. Do flasë, do dalë aty. Do dalë aty, po. 27.000 të numëruara, 27.196 zarfa, duhet ishin në total 26.200 zarfa, 1.100 zarfa më shumë. Kanë bërë gjithë Ka reaguar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për këtë? Kush? Po Komisioni është Parti Socialiste, Komisioni. Si edhe Komisioni është Parti Socialiste, SPAK është Parti Socialiste. Po pse s'jana? Njerëzit, DHL-ja doli e lidhur me Tauland Ballën, po ka në njeri që s'punon për Parti Socialiste. Po fali minut, a nuk tha Edi Rama, të lutem, a nuk tha Edi Rama që në Greqi u bë mishmash? Po, për tjetër. Po kush e bëri mishmash? Tauland Balla me punojësit që mori dhe mbushin. Ka punojës që deklaron poshtë Evropiet që me dorën time ka mbush 30.000 zarfa. Po vota Italis? 30.000, edhe në Itali, pjesë Roma sidomos është. Po në Angli, po në Gjermani, po ju s'keni fituar si shtetë të Europës. Ato erdhen në postën shqiptare dhe u trajtuan si deshën. U trajtuan si, qëko, edhe njerë. Që në momentin që u shkel kontrata, u prish totalisht integriteti i procesit. U prish integriteti. Po kërkojnë një logari DL-s, pse ka shkëllë, pse shkëllë? Jo, si kërkoj logari. Po jo kontrata është logari që shkeme të. Ti nuk i paguan letë DL-s. Pse? Sepse DL e logari kërkojt Ilirian Cilibash dhe KQZ-s që ka autorizuar. Po pra, Ilirian Cilibash e DL-s. Këta po jo DL-s, DL-a ka bërë me autorizim në tyre. Po nëse ka bërë me autorizim, atër është në regull, ka zbatu kontratë. A ka mundësi tani, shiko tjetra. 13.959 zarfa të numruara kanë qenë gjithsejt 13.500, pra 400 më shumë. 400 më shumë. Tjetra, gjoje pak, 23.773 zarfa kanë qenë gjithsejt 22.400 zarfa, 1.300 më shumë. 1.300, për të Zotë Berisha, keni unë me 33 mandate diferencë. Tani, fali minut. 33 mandate diferencë. Putini herë në dytë, kur bëri e forcë mori dy fish për shumë. Ju donit përqendrojni vetëm që ka bërë Rama. Jo, një minut. Ju që do bëni sot e Jo, çfarë do bëni? Ka bërë Rama, priti minut. E para. Tani, a ka mundësi pak... Po, çfarë do bëni? Çfarë do bëni? Ja i lexuat. Tani, a mund të më thush, kutia. Po. Kutia. Fali minut tani. Kutia diasporës. Prit një minut. Po. Kutia diasporës. Partia Socialiste 315 vota. Partia Demokratike 10 vota. Kjo është e Beratit? Jo më tjetër, jo mos është e Beratit. Jo më jo është tjetër. Po të shi Berat, edhe ti e di që nga 91 kur një të tate se ke fitu Beratit. Nduket ke fitu njerë një periferi. Në qo se ti beson këte, pastaj. Po jo, se besoj të unë e di. Kjo është farsë, më zotri, kjo është Korea Veriut. Po, qëfar do bëni ju? Prit. Po si të për unë presa duash, nuk unë një. Dhe po flasë për ata njerës si presin ka 16 vjetë. Unë do të them se qëfar do bëjmë, pa diskutim. Po. Tjetra, 371 Partia Socialiste, 28 Partia Demokratike, tjetra... Doktor, ke garanci që ato letra nuk janë postu në rrjetet sociale dhe janë falso? Të bërë me inteligencë artificiale? Absolutisht janë. Ma je proces verbal. Urdo? Sepse letra tila mund gjesh sa të duash. Urdo? Ma je proces verbal. Jo, pa tjetër. Ma je proces verbal. Pa tjetër. Sepse në rrjetet sociale kam paru sa të duash dhe e di që e interpretoj gjërë së duan. Jo, nuk e... është qështja... Pra, 16 me 72. Ja ku i ke? Po ato janë postime në Facebook. Jo, janë originale. Kush janë originale? Janë originale. Mje proces verbalin? Janë të marra. Po i kemi. Po ju i keni proces verbal, po pëse nuk qonin kasa të re? Këto i kam nga personi i ngarkuar nga Partia Demokratike që ndjek aty. Po atëre drejtojnë ju keni bërë bashkë, bipartizane e keni reformën. Po ajo pjesa e jonë mi qo këto muë. Atëre shkoni atëre dhe denontojnë. Po sigurisht, po prandaj po them është fars. Shkoni dhe në gjukat, ka disa procese. Po prandaj po them është fars. Prandaj po them.